E kena një pyetje që u shkruar më herët, që thotë cili është argumenti më i fortë që tregon se Islami është feja e vërtetë. Realisht kjo është një pyetje që ka shumë përgjigje në shumë aspekte, në lloj aspekte. Por argumenti më i madh është ai argument që Allah te baraka ve taala i ka sfiduar jo vetëm arabët, po krejt njerëzimin, prej që e ka shpall Allah te baraka ve taala Kur'anin deri në ditën e gjykimit. I ka sfiduar Allah te baraka ve taala arabët duke ditur na që kot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjua arabe pa të arritur nivelin më të lartë. Edhe s'ka mundësi asnjë farë gjuhë mi ofër gjuhës arabe. E Allah te baraka ve taala i ka sfidu arabët me sjellë një Kur'an që i përgjon. Edhe s'kan mujt, duke ditur që këta mushrikët kanë bërë çmos, s'kan rru asnjë farë mjet në luftën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Islamit. Tanat mjetet i kanë përdorur që i kanë pat. E kanë luftu, kanë ndesh me vrah. E lloj variantash i kanë provu, po s'kan mujt. Por këtë sfidim që u kanë haptas, si janë mundu asnjëherë me përgjigj, se kanë ditë që s'munen. E kanë ditë që kjo nuk është fjalë e insanit, nuk është fjalë e krijesës, po është fjalë e krijuesit. Pra, Kurani vetë është argumenti më i madh që tregon për Islamin që është feja e vërtetë e Allah te baraka ve taala. Ka argumente tjera të plota, si për shembull akidja e Islamit, akidja e muslimanëve. Kjo është akidja e vetme që është e qartë, e është e pastër, e s'ka kur farë kontradita, me kontrazi fe tjera. Tja këshësh librat e tyne, bindjet e tyne, kontraditat plota. Kurani s'ka asnjë farë kontradit. Suneti i vërtet që është i saktë s'ka asnjë farë kontradit. Edhe përputhet me fitra, me gjendjen natyrore e insanit. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yahwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Domethënë Islami është feja që përputhet me fitran e insanit. Pe argumente tjera është për shembull me këshyr davetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pat lloj mundësi për me bë këtë davet, me bë përfitim personal, me përfitu, po se ka bë asnjëherë. I ka ardhur tanat mundësi, po asnjëherë. E ai që lexon sirën, biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej fillimit deri në fund, edhe sidomos për shembull të adhkar, doat që na ka mësu, prej që qohëm, prej gjumit derisa bina me flajt, krejt janë të lidhur me tauhidin e Allah te baraka taala, nismërinë e Allah te baraka taala, që insani me kanë lidhur me krijuesin, e mos më lidh me krijesën. Që shohojnë sot bën njerëzit çmos për mi lidh tjerët me vetveten. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë s'e ka përdorur këtë. E tanat mundësi ka pat, ka thonë bojnë atë mret, bojnë amat të pasin, t'ja po ngra, po si kalon kur gjë hiq. Kur i ka dek djali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kjo është një për argumentet më të fortë në këtë mënyrë. Bllokohet dielli dhe kujtojnë njerëzit që kjo ka ndodhur, kjo fenomen ka ndodhur për shkak të vdekjes e djalit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo, që se nalën pak e analizojnë këtë, kjo kanë mundësia më mirë me përdorë.
ti shkon, uliadhu billah, ti shkon falc, pejgamberi falc e kish shfrytzu për vetveti, kishon po. Kja ka ndodhur për shkak që djali jam u dek, edhe kish dredhu për përfitim personal, po nuk e ka bë kurrë. Po çka ka thonë? Ka thonë që dielli dhe hëna janë pejshenjat e Allahut. Një argument tjetër që përmend Ibn Abil Izz rahimahullah në shpjegimin e tij në Aqida Tahawiyya, me domethënien që thotë s'ka mundësi që del dikush dhe pretendon që është i dërguar i Zotit të gjithësisë, ose na i mret dhe fol në emrin tinaj, edhe që kjo që fol në emrin tinaj rrënshëm ndihmohet, shtohet, ju japet sukses kundër armiqtë të tinaj dhe daveti tinaj ngritet e kur nuk bjen poshtë. Edhe kjo është shumë me vend, subhanallahu, se ai që i beson Allah te barekuhu teala, ku ka mundësi dikush me pretendu që është dërgumi i tij dhe ju japet gjithë kja sukses. Domethënë sukses nga ana e davetit, pranohet feja tinaj, përhapet feja tinaj në thuaj krejt botën. Ka shumë argumente, po këtu janë argumente që mas e lexova që tash pyetjen, unë vinë për shpejt. Po kryesisht është Kurani, libri Allah te barekuhu teala. Numër 1 është Kurani, sepse me ta Allah te barekuhu teala ka sfidu krejt njerëzimin, jo vetëm arabët e Qurayshit, kot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po krejt njerëzimin deri ditën e gjykimit. S'kan me mujt kurrë në përgjigjet. Dhe Allah te barekuhu teala din mas mire.